Pajtimi i gjasheve ka fillu në qëtë sobë. Në qëtë sobë. U konë marë krasni që Salicac ashtë e ka buat fotojnë qezim si po shihjët aty. A mërë miqë, po gati si qaj jo mune që tu. Ashtë ardhë sapi me metu me vetëm qëtu. Ta shqën ka higajnë kohës të mija gjithkun, kur njën nuk është si është i knaqën më majtë në këtë vend. E që aty o të meri ma i mua dhe. Një odë shenjtë e traditës që qëndron si dëshmi e unitetit dhe harmonisë mes banorëve të Lumbardhit në Deçan. Për dekada kjo hapësirë bëri johon me zërat e pleqeve të fshatit dhe mbajti peshën e vendimeve që formësuan të ardhmen e komunitetit. Pronari i saj, Recep Sheqerukaj, kujton se si në këtë dhomë, historia u shkrua në vitin 1990, kur filluan pajtimet e para të gjaqeve mes vëllavrasjeve. Në Lumbardh ka bo vaki. A shefat fotografinë aty, nuk ka pavrani mashkull i joni. Edhe kur është ardhë sapi mi bo pajtimin e gjaqeve. Pajtimi i gjaqeve ka fillu në qëtë sobë. Në qëtë sobë. U konë marë krasni që Salicac ashtë e ka buat fotojnë qezim si po shihjët aty. Po e kemi pas zërë mi falë gjakin e ti. Për shkak se ai s'ka pas as gjallë as qikë. Nuk ka pas fëmijë hiq, e diq e shkoj qashtu. E kur u bon, si erdhen për pajtim, që ky marrë knasi që si është aty, në qëtë sobë jemi konë, ku ja kemi falë Ramiz Kelmendja i tjetëri, Salicaca, që të ja kemi falë gjakin. E jemi shku se dhe ata i kemë pas shokë, janë dhe të Lumbardhit aty. Po edhe e vra sigur ka ndodhë, pak u gut kë i joni. Pse po m'bjen kastani me dhenë. Po, na jemi shokë. Edhe ai një a dy ja ka prit dhatja, e ka këthy pushkën e i ka ranë në shpinde. Karnu, janë shku kanë marrë, karnu, ka kemi qunë për zëren. Ka vdek në kodër të Sëvicës. Në Kert Kuale. 90 vjeçari jeton në hijen e këtij vend grumbullimit që jehona në vërtet thot se e mori pas daljes në publik të figurave të lidhjes së pajtimeve në hapësirën e njohur të Vera të Lukës. E qashtu, është ardhë sapi mi u falë gjaki qati, kur u bu pajtimi i gjaqeve të Vera të Lukës. Të Vera të Lukës, kemi marrë pjesë. Në këtë rëthin këtu, gjaki i parë është fali që ati miqës jam, të që, në qëtë dhomë, 1990.
Por mu të vorra të luks, si o kona tjetër, o shkip më për fshatra, e në ardhë ta pej, e në ardhë pej, këta dy cifre me në ramize, po ishim të ngatë nërmi veti, të më halës. Dhe sot përkundër që askush nuk i troket në derë si dikur, a i vazhdon të qëndroj gjatë gjithë kohës në Odë. Që tu kaloj kohën, se nuk kom, shka më shku spunje, po më nëjnë nuk kom, se unë i bi mirë edhe qohna mirë. Flej gjithë natën e gatë 2 herë, a rëtullohna ajo. Po lodhin e kom prezente. Lodhin e kom prezente. Shka me të kalëzu, më kara me vujtë shumë. Më kara me vujtë shumë. Këtë pasunisje kemi në, të ashti, se po një anej. Baba kur në ka dekë, në kalon një këtjere 80 i tokë. Kjo shpi ka qenë e vogël, kështu. Barë shifit ziti gurit, ka është ziti gurit, o konë qash, atër ne kemi vazhdu, kemi bon. Na vlaznit kemi punu, kemi ble, kemi moto, kemi ble, 2-13 hekteri kemi bo. Po të ashtë ata djemë të vlaut shkunë, pej shkunë, kanë botë vetën. Ka të o ka me të qashtu, ka i herë shkoj, e kom kerrin, halaj graj kerrit. E kom një Golf 4, automatik, hipin të ashtë. E rëndësishme për të është se vlerësohet akoma si krye plak i fshatit, mirë po Odat vazhdon t'i shet të një niveli tjetër, të asaj kohë të anekdotave dhe mësimeve që e formësuan gjatë jetës. Migje më vinë bollë rrugës. Kretë më hala, më shku më pa shkoj hala, e më bojnë zonë. Hade pa të rëgjep shkojmë me ta, a me ardhë shumë pak. Nuk është ajo për pashmja, se dhe me ta të regu edhe një njari, kur më qenë i vogël, sobën e kem pas që atje, kur shësha vishin pjesht e katonit tonë. Kur hina aty, hadi hec, a mu në shovë po më një atë ka rekush, një murat sene o konë. Atë ka rekush, thash, valaj, më ka re nuna. Ani baba, a i tha, mës më të re, tha valaj, më ka re, pa ja bojnë ati, tha, kokakorit. Tha, e babën e ka re më herë, thash, jo mërë, qësh mi re nuna babën. Qësh mi re nuna babën. Në 10 vjeçari shumë shpesh edhe përjetoj raste që e forcuan dhe e bën të përballoj sfidat që i dolen gjatë rrugtimit jetësor. Më të thonë një fjalë, kur e kem bleni tokë të shkolla një mardhit, 6 hektere, edhe këtë njari dhe më ta e qiti mi shita pi blenë po. Sa që kash. Dhe him pazar, kur shkum, mi qitë tokën kontratën mi veti, po më bon në serbisht, i ovo me bi, edhe që kjo pat. Si ma ka bon që ashtu, në shalë të eja kom gjitë, stani, nalu tha, shke ka pas që kjo,
Tha po tokën teme, thash po ku është toka, po s'është jotja heq. E din si qunit që ta gjysa e që se jo kone jona. Po mene tha, mu tha ma ka jep, lanë dërvish, jo konë kujtarë, zdi shka e. Druže, po ja bëj. Tha po, thash, unë jom ka heblej tokën teme. E ti e ka mashet mu tokën teme tonën jo. Thash, se ki pas kur këtu. Agrarna reforma, kur është tarë, thash e ka marrë, se në ka të vetë heq. U këthyë po bunë kryshë. Thash, më zbo kryshë heq, se është e vërtet. është e vërtet që kjo shka po të thëmë. Që të fitoj kundër pushtuesve të huaj që mundoheshin të merrnin bukën e gojes, Rexhepi thot se puna e pandalshme ishte zgjidhja e vetme. Kjo shtëpi nuk ka qenë këtu, po ka qenë shtëpia tjetër aty, ku jemi konë në Bashkallak. 4-50 rëbë. Pe atëherit, jom marrë në shkollë kom qenë, po jom marrë me veprimtarit ndryshme. Kemi punuar tokën, bujqësinë kemi pas, po kemi pas edhe zanatin, zdruktarin. Baba më ka qenë mjeshtër, vllau më i madh se unë edhe ai ka qenë. Kemi punu, po kemi punu sa kemi mujt, aq sa kemi pas. Se kur jemi konë familjet madhe, jemi konë të shtëpijat këtu si janë, hisja e vogël i jona, në kara pak, kur kemi bon damjen, në kara shumë pak, edhe e vazhdojmë punën në vllazit, edhe erdhem, ku erdhem. Kum pas një boll, po më kanë dek shumë. Ata shikom, që kjo janë maj madhi, që aty që ajo fotografia maj madhi, tjetër është në Zvicër, mas ti, edhe dy tjerët i kom. Njëni është shku në Gjermani, tjetër në Norvegjia, shka po di june. Ka janë shku vështë me telefon tash. E për mua shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Se ma i menë shumë, kohën kur hi partia, e kemi pasi shtëpi shkije këtu, në Katon. E unë kondek një ere u konë, shkoj këtë i piskat, krejt Katon me në qojke pesh. Toni kishin shku, ajo ishë metë që aty. Që ajo është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Unë për shembull që aty i kry këto obligimet në sobë, e të mere. Si shumë të gjeneratës së tij, burgut dhe maltretimeve të ndryshme nga serbët nuk i shpëtoi. Se unë jam konë edhe në burg, në pej. Jam konë burg në pej, në kanë marrë dy, i kanë nalë për para meje, unë i treti të Ravushiqi, o konë punkti. Kur në kanë nalë, tha, në bëj ke vesh lisë një kartë, në lejet në autobus,
Ma ka bo s'kim si më koje, thash e kom qikën e mizë këtu. Tha ti, është drip, ajo dhe të shkon. Më kanë zbrit mua, ajo është një istahiruka këtu. E kanë edhe zdruktarinë, i kanë. Isa e ka shkon për lukë, tha po, thash qëma tu filoni se i kish familjen e vetë, Dvranjocit, tha po, në kanë qunë pej, në kanë lënë janë 1 orë gjysa 2, hernjën në kom, hernjën në dorë. Pështetën për zitë, me shmin jashtë, a dorë në zitë. Aty kom pas pak maltretime, po më dvetë, a je konë, tha në Shqipni. Isha edhe atë heri lodhën, tha shku më shku në Shqipni, kom. Në Shqipni, thash jam konë, thash po jemi... U këthyë po ma bën, a i mu, kur ahi zida, ko një zida policë në deshen. A u, ko e lisi, thash jesëm. I si bio Albaniu, thash jesëm bio. Tash aty më ranë të kundërtën, ajo rrenë. U këthyja i më ka këshyrë qështu. Që aty ka përdorë pak forcën, edhe i thash mos... Bëdi havan e ki, thash ti, veç mu mos më mlonë qëtu. Kur erë zida, tha, a je konë Shqipni, thash po. Ky ka bo qështu si unë ta, tha ti mu më tha jo, këti për i thu po. Thash po tim të vetë, a je konë me marë arme, thash unë si më konë. Tha, më ka bo, kur e dalë zida, tha pruzhise. Pruzhise shtrajve, bi, thash, po greshje si, që aty janë nisi. Tha pse? Zidë si the, po, tha mu jo. Se më tha, e konë për armë, thash, jo, mërë qëfare. Qashtu që kemi vujt tepër, ma tepër se unë nuk e di tash që shpo muj më najtë. Me çdo vuajtje dhe sfid u mësua në jetë, vetëm atë të vdekjes së djalit akoma nuk mund të pajtohet. Une, me djalin që është në fotografi aty, u këthym për atjehit e kapi smunja për kancerit. Kom vujt me të bolë, njëm konë Turqie. Mësë me hija nej, i thëmë doktorit, doktor, thash, me përkëthysishim. Thash, shka ta mërmenja, shka... që shë ka gjenjen. Vish kërë ka që dorën për pjetë, Allah. Aty mora vesh si, e laj përkëthysi, tha thot Batarazep është smut, po Zoti ka punë në dorë. Në diq, shkoj, a petë sodek, se i kalon 2 djemë, tash më shpijon në pej, nonën, motrën, i kanë
baba u shkoj, po u shkoj i ri edhe kom vujt me ta ballë. Halal i koft, obligime kom pas, për mjekë, për sene, për pasoni, nuk ka vujt kur risan se kom pas të në heret, a i shkoj në metim. Të vetmuar e ndjem vetën në odë për moshatarët që shumë më nuk jetojnë, ndërsa ata që kanë mbetur, shëndeti nuk i lejon të takohen. Në Lumbardh është edhe një syll Avdia Lekaj. Ajo është në Holanda, nuk e di ku më dikun. Edhe po bisedum një ditë. Me ta tregu këtë ngjarje, tash tha, se folim me ta, me telefon. Mërë Zëfshqeri, tha meti ti maj madhin ka tom me Adem Shabanin. Thash mërë lynë, ti je para meje. Thash unë me Ademin është fakt si jemi moca, thash ati je para meje. Ti thash je 29. Edhe mërë Zëfshqeri, tha unë e vesh kur të vinë Samak. Tha se lu mardhin me synë se shë tjetër. Bash pat brengos me atë fjallë, po him kështu, bisedojnë me telefon shpesh, i ka dek një re, e shoqja djali që tash e kem pa me majtim, folim me ta. Tha unë i vesh kur të vinë Samak, edhe e mbrengosi ajo fjale ti, qaq shumë. Mëllaj më rëmizë me këtë dalë në jashtë. Nuk jam bashin zetë. Se unë i kom edhe 2 djemë, edhe 2 djemë i kom gjallë, njoni është në Gjermani është ku, tjetër në Francë, me familje, me krejtje, me... Kur erdhën peje ka shpinë, që ty të hukajt, erdhë atë natë, tha se erdhë hala, tha që a kom hecë pak me tyja, e për tyja, tha shti tash duhet me mi këthy mu. Me mi këthy mu, tha paj, qashtu është, po... Por dhimbje në më të madhe, 90 vjeçari ka për të rinje që vazhdimisht po lëshojnë vendin dhe rikthimi nuk mbetet as shpresë më. Është ardhë sapi me metun e vetëm qëtu. Këtu rinia është 33-4 jemi konë migjë. Ti si jemi shpërnda. Kur jemi shpërnda, ata shku në Pej, ata shku në Prishtinë, ta shton jemi, apet jemi bashkë, se po shkojme për rrimë bjeshkë. Unë 4 muaj, nër 4 muaj nuk shdjevë nga kur për i bjeshke. E kom stanin e marum, mirë, plakën aty, vinë djemë, mbinë sene, shkojnë. Dhe si jetë jam pak maj lodhën, se këtë në vjetë tjera plakat, kur i kanë përkun thminj, nina, i gashti. Kjo ka qenë malësie, e thonë, një burë bjenë aty, thotë, ori lokë, që thua ki jali kështu? Pa i valaj, e thotë, jare, jo, po shka me i thonë, i gash kosë. Tash që në ka higajnë kosë të mija gjithkunë, kur njën nuk është si, është i knaqën më majtë në këtë vend.
E që aty të meri ma i modhi. Të meri ma i modhi. Se erdhem në në kohë tyne, së kura i plaki që ja kom bleti okën e ma bone, edhe që kjo hja pat, thash jo, nuk e pat, ti thash unë jam ka e blejt emen. E thash, kuj do me metë, kjo nuk e di. I madhe i zot e din,